Duat ngelem sërish të Zvërneci edhe në këtë moment. Historia e blerjes. Tani, unë duat të deklaroj një gjë të saktë edhe të qartë, që ta di gjithë publiku dhe njështë të tjerë. Unë Alaudin Malaj nuk kam bler nga asnjë njeri, asnjë pronë, asnjë herë, nga të gjitha që kam pasur gjykime. Familjarët e mi nuk kam bler nga familja Sheu asnjë metër katror pronë. Unë nuk e kuptoj pse shkruan ky që prindrit e mirë merren me biznes ndërtimi, bos. Prindrit e mi këtë punë kanë bërë në Vlorë, merren me biznes ndërtimi. Ja marrin me 30%, ja japin me lek, pa lek njerëzve duhet të merrem unë me prindrit e mi. Unë kam ikur në 1989 në Vlora. Prindrit e mi jetojnë në Vlorë. Po si rezultoni ju aksioner në masën 25% në pronën që ka blerë vlla juaj në vitin 2020? Por nuk e di, edhe një, problemi është shumë i madh, që unë nga vita që mbarova punën me gjykatat, dola në punë gjyqtar dhe mendoj që nuk do kthehem më gjyqtar në jetën time, sepse do ta kem për turp të them. E hoqët ambicien për gjykatë kushtetuese? Jo, për gjykatë kushtetuese nuk e kam hequr, po kjo nuk është se je gjyqtar. Gjykata kushtetuese është një nivel tjetër i gjykatës që mendoj që është për të dhënë të drejtën e të gjithë kombit, nuk është për të dhënë një çështje vetëm. Dhe këtu bëj pjesa e idealit tim për të dhënë drejtësi që mendoj që më takon ai, ose që e bëj më mirë se gjithë tjerët. Por për këtë pjesë tjetër, ç'pun kam unë me kompaninë e prindërve të mia? Qoftë edhe që në ortaku, po t'jem unë ortak në Singapur nesër, ku di unë me një që ndiqet penalisht. Ky është frai im, thoti? Ose gjë tjetër? Këto janë indicje që bëhen të qëllimshme për të përlyer figurën time me kompanitë e ndërtimit. Do të thënë, unë sot që flasim që s'jam më gjyqtar, nuk kam drejt të kem as kompani ndërtimi, nuk kam drejt as kem as zyrë avokatie, nuk kam drejt të kem as një gjë tjetër se s'do gazeta ose media. Por çfarë duhet bëj? Duhet të vjedhun prap? Jo, a ka një lidhje mes vendimeve që ju keni dhënë dhe përfitimit që ka pasur familja juaj? Ta deklarova, as unë, as familja ime nuk kemi bler as 1 metër katron Artur Sheu, unë nuk e njoh fare Artur Sheun as fizikisht, as personalisht dhe s'jam takuar kurrë me të. Okej.